Kësaj here, për herë të parë t'u asillim në intervistë edhe fajtoren e vetme që ka sill X Factorin këtu në Maqedoni, kush përpos tjetër regjisores Vera Grabuskaj. Përshëndetje Vera. Përshëndetje. Si jeni? Si më shikon? Jeni e lodhur se tani më ka përfunduar audicioni. Jo, fjala lodhje nuk përdoret në X Factor, nuk ekziston. Na tregoni si kaluat këtu në Maqedoni. Menduam që do ishte vështirë se për herë të parë vim këtu, por ishte jashtëzakonisht bukur. Kishte prurje dhe kishte talente të jashtëzakonshëm. Jemi shumë të kënaqur. Në Kosovë gjithashtu sipas informacioneve ka kaluar me audicioni. Si kaluat atje? Edhe në Kosovë jemi shumë të kënaqur. Patëm një audicion në Gjakov, patëm një audicion në Prishtinë. Dhe vërtet shqiptarët e Maqedonisë dhe shqiptarët e Kosovës sjellin në Shqipëri talente dhe jemi shumë të lumtur për këtë gjë. Se bëjmë një krahasim ndërmjet Maqedonisë dhe Kosovës, kush kishte talent në për audicione po flasim? Mos ma pyet këtë gjë sepse kjo do të shifet, se akoma nuk dihet tamam. Këta kanë fituar vetëm audicionin e parë, që ishte audicioni i produksionit. Tani fillojnë dhe sitat që themi neve hollohen dhe filtrohen, kështu që avash do të shikojmë se sa do të ngelen nga Maqedonia dhe sa do të ngelen nga Kosova dhe nga Shqipëria. Cili është hapi tjetër tani që do ta bëjnë këta që kaluan audicionin e parë? Tani të gjithë talentet që kemi zbuluar si në Shqipëri, si në Maqedoni dhe në Kosovë, kanë kohë që të mendojnë për të ardhur në shtator në audicionin përpara jurisë. Tani më ka përfunduar edhe X Factor 1 në Shqipëri. Nuk ka përfunduar, është në fund, deri ku jeni, si qëndrojnë punët? Është gjysmë finale dhe finalja e madhe. Këtë javë kemi gjysmë finale, ku kanë ngelur vetëm 4 konkurrentë për të shkuar në 10 qershor në finalen e madhe, ku do të jenë 3 konkurrentë për të zgjedhur fituesin e X Factorit. Vera, ju faleminderit shumë dhe shpresoj që do të shihem edhe në Shqipëri. Faleminderit dhe për jush. Tu pra me kam edhe njërën ndër producentët e X Factor, Alketa Visiu. Përshëndetje Alketa dhe mirë se erdhën në Teto. Mirë se u gjeta, producentët artistik, se produksioni është i televizionit Klan. Alketa, faleminderit që më korrigjove. Alketa na tregon nga erdhi ideja që ju faktikisht mirëni me këtë projekt. Nga erdhi ideja, ju do thot X Factor erdhi në Klan apo si? X Factor erdhi në Klan. X Factor erdhi në gjithë botën edhe duhet vite edhe në Shqipëri dhe në Kosovë dhe në Maqedoni. Ishte një ide që lindi pasi sa herë bija në kontakt me revistat ndryshme të tabloideve britanike, shihej që personazhet që kishin prodhuar një format i quajtur X Factor ktheheshin super hye dhe ishin ndër më të diskutuarit e shtypit. Pastaj downloadova disa nga seritë e pash, më zhdukur jashtëzakonisht interesant, edhe thashë shkoj që ky X Factor të vijë edhe në Shqipëri për talentet e Shqipërisë. Sa ishte vështirë të vije faktikisht në Shqipëri fillimisht X Factori, pasi që është një show goxha i madh. Pjesa e negocimeve, tratativave ishte e vështirë si çdo negociat biznesi. Më e vështirë ishte pjesa e realizimit, sepse ka shumë patenta dhe licenca botërore të suksesshme në botë që kur nuk realizohen nga njerëz të dur, nuk janë suksesshme. Kur realizohen nga njerëz të dur në vendin e dur dhe në kohën e dur, janë suksesshme. Ka qenë një punë titanike përbashkë dhe një staf i shumë të apasionuar. Edhe them që me këtë kërkim të imët që kemi bërë në çdo vend ku banojnë shqiptarë dhe jetojnë shqiptarë të apasionuar pas muzikës, në paktën për vitin e parë kemi si 16 yje të promovuar që do kenë të ardhmen në muzikë. Ndërsa X Factor 2-shi ju siguroj do të jetë edhe më i fortë se X Factor 1-shi, se do kemi dhe Maqedoninë. Shumë faleminderit televizionit Alketa. Ishte një audicion shumë produktiv dhe them që ka patur talente shumë. Po pikërisht edhe pyetja ime radhë ishte se sa ka talent Maqedonia, faktikisht se në kohën e kaluar keni munguar sadopak sepse X Factor 1-shi ishte vetëm në Shqipëri dhe në Kosovë, me sa e diun mirë po në Maqedoninë jo. Na tregon nga erdhi ideja që të vini këtu në Maqedoni dhe sa ka talenta Maqedonia. Ideja ka qenë gjithmonë për arsye logjistike nuk kemi mundur dot vitin e parë, se Maqedonia është Shqipëri, Kosova është Shqipëri, Shqipëria është një. Kështu që ne jemi bashkë dhe s'do të mungojmë asnjë vit, do të jemi gjithmonë në Maqedoni për shqiptarët e Maqedonisë.